Sali, 11 vite më përpara, keni qenë në Beograd, e keni përjetuar në lëkurë, po themi atë të merrin asaj mbrëmje, ndërkohë që 11 vite më pas jemi këtu së bashku për ta diskutuar. Do të më tregosh pak se çfarë ndjesie të jep sfida me Serbinë? Po, është vërtet që është ndoshta ndrysh prej gjitha sfidave tjera, duke ditë vetë historinë që populli shqiptar ka kalu, por vjen një moment që ne kemi hyrë një fazë tjetër si ekip kombëtar, jemi tash pretendent për të kualifikuar në për kompeticione më të mëdha, në për kompeticione europiane, kompeticione si Kupa e Botës, edhe fillojnë disa këtë gjana e anashkalojnë ato tjerat dhe fokus bëhen 3 pikët, bëhet vetëm kalimi i ndeshjes, nuk merren më me historina, me gjëra tjera. Sali, ti druesh ndonjë situatë të pakëndshme në Serbi, po themi diçka siç mund të ketë ndodhur 11 vite më përpara, se si ke parë ti lëvizjet e Federatës Serbe, pra spostuan ndeshjet në Leskovac, tani do të jenë edhe me tifozë të përzgjedhur, pra pa tifozë ultras e shumë gjëra të tjera. Duket sikur serbët kanë më tepër frikë tifozët e tyre sa ne Shqipërinë, pra kujtojmë këtu edhe humbje në tavolinë. Është vërtet, por them drejtën, unë vetë personalisht nuk i druhem, nuk e di, kam një paranjëse njësoj aq mirë sa kaloi ndeshja në Tiranë, ndeshja kundër Serbisë, njësoj do kaloj edhe atje sepse thash edhe ne, po edhe ekipi serb ka hyrë një fazë tjetër, por më pëlqejnë ajo rëndësia që i ka dhënë vetë shteti edhe federata serbe, sepse në çdo rast, në çdo gjë, në çdo incident që mund ndodhin, janë ato përgjegjësit edhe mundohen me evitu gjithçka, janë të munduar me i dalë para çdo të papriture, edhe më duket e mirë përpjekja e tyre, por të thash, nuk i druhem fare dhe me thënë drejtën, kam ne edhe me njerëz, me shokë, me njerëz të diskutu vetëm anën sportive gjatë këtyre ditëve, të them edhe njerëz tjerë e kanë kalu këtë pjesën edhe janë futur te ana sportive, a thu fitojmë, a kemi forca me fitu, a kemi kështu, nuk ka asnjëri, nuk diskuton më për incidentet, edhe kjo gjë më pëlqen. Sali, e the shumë bukur, a kemi forcë për të fituar? A të shqetëson situata e kombëtare, sepse duket sikur kemi humbur pak nga e shkëlqimi jonë që pas evropianit të luajtur vitin e kaluar, pra tani prodhim shumë pak raste, shënojmë shumë pak gola, duket sikur diçka nuk shkon. Çfarë nuk shkon me kombëtaren? Po, them drejtën, ne jemi të përjetu atë fazën e pritshme që ndodh gjithmonë mas një arritje të madhe, pastaj gjithçka pritshmëri, gjithçka rritet, edhe gjithçka që arrihet ndoshta nuk duket më aq e madhe sa që dukte përpara, por mu më duket një proces komplet normal. Ekipi ka fillu me stabilizu më, dhe më thënë nuk është më një ekip surprizë, e ka gjetë atë pozicionin e vet në renditjen europiane ose botërore, si mund të them, edhe i din kush janë kundërshtarët e vet, ka kalu një nivel tjetër, por kjo pastaj është me faza, një ndeshje mund të shënosh 3-4 gola, nuk do të thonë që jemi ekip që bëjmë ekip sulmuesa, bëjmë namin sulm se bëjmë 3-4 gola, dhe ndeshjen tjetër nuk shënon gol, dhe nuk do të thotë që nuk jemi mirë në sulm. Janë ndeshje pastaj ndame, ndeshje nga ndeshje, edhe duke pa që luajmë një herë në 3 muaj ose 2 herë në çdo 3 muaj, janë ndeshje të larg njëra tjetrës, nuk mund t'i lidhi kaq ngushtë. Thash, jemi një ekip tash që nuk duhet më me humb, por edhe ekipet tjera që luajnë kundër nesh nuk duan më me humb, nuk është më që është një lojë aq e hapur.
Nuk është se Serbia po themi është rivali i pamposhtur për Shqipërinë, pra janë një përfaqësuese në krizë aktualisht Sali, sepse nuk kanë një atmosferë shumë të mirë, kanë shumë mungesa brenda ekipit. Një pjesë e lojtarëve janë kundër trajnerit, tifozët janë kundër të gjithë grupit të lojtarëve, pra pse të mos të tentojmë neve fitoren në Leskovac në Serbi, ose më saktë çfarë na duhet ne për të marrë fitoren? Asnjëri prej nesh nuk pretendon që ne duhet me shku atje dhe mos me fitu. Gjithë jemi duke fol këtë gjë dhe gjithë presim për me fitu, por e thash edhe më përpara. Ky është niveli jon, nuk është se po luajmë kundër Serbisë ose ne kemi hyrë tash në këtë nivel, në këtë shkallë, edhe këto janë kundërshtarët tonë, Polonia, Serbia, Çekia, nuk jemi hala gati ndoshta me hy te niveli A, si thohet Spanja, Anglia, Gjermania, këto që janë më lart, por ne i kemi hy këtu tash te ky nivel. Edhe këto janë kundërshtarët tonë, me këto do të përballemi, me këto duhet me i kërku fitoret, edhe me këto e kemi garen. A mendon Sali se kjo ndeshje vendos fatin e Shqipërisë në grupin K, por gjithashtu edhe të trajnerit Silvinjo pra për të ardhmen? Është ndeshje, thash, nga që është kundërshtari direkt, me këto po e luajmë atë garen për me kapat e vendin e dytë, play-offin, pakten me siguru këtë minimumin, sepse siç e dim gjithë, vendi i parë është pak i vështirë duke pas Anglinë që s'po dim nuk po gabon, edhe po luajmë me Serbinë për vendin e dytë. Është prandaj kjo e bën e kthen një ndeshje decisive për renditjen, por unë kurrë nuk më pëlqejnë këto deklarimet që është ndeshje vendimtare për trajnerin, sepse nuk jam kurrë që një trajner që po bëhen kaq vite që punon, që i dihet puna të jetë një ndeshje ajo matësi i tij. Nuk më pëlqen kurrë kjo, sepse thash, ky trajneri u bën në vite tash që punon, ka një vazhdimsi, mundesh me mat, me gjithë atë rrugën për shkrimin që ka bërë që nga fillimi deri këtu, dhe nuk du kur që të maten me një ndeshje sa do të rëndësishme t'jenë ato për ekipin. Sali, shkurtimisht, dua vetëm një parashikim edhe e mbyllim bashk. Parashikimi 1-0 për ne. Shpresojmë shumë. Faleminderit shumë që ishe sot pjesë e Sport News edhe ishte vërtet kënaqësi. Faleminderit, kënaqësi për mua gjithmonë.